Të nderuar qytetarë dhe media, për fat të keq kemi ardhur përsëri në vendin e njëjtë të kërkojmë drejtësinë, e cila nuk po vjen. Kaluan vite, por askush nuk u dënua. A duhet të ndodhë tragjedia në Koçan që të bindeni se ky sistem ka dështuar? Po ky sistem i njëjtë vrau 14 familjarët tonë në spitalin modular. E askush më mirë se ne nuk e din si ndjehen familjarët e viktimave në Koçan, që humbën me më të dashurit e tyre. Ato u dogjën kurse neve vazhdon të na djeg shpirti çdo ditë se bindemi që të gjitha këto tragjedi nuk janë rastësi. 4 tragjeditë e fundit kanë një të përbashkët, korrupsionin që i vrau gjithë. Pijes publikisht Venko Filipçën. Sa kushton jeta e vllaut dhe babait tim? Pijes publikisht Koço Angjushev. Sa miliona profit kushtojnë 14 familjarët tanë që u dogjen të gjallë? Zotri Mickovski. Ju dolet dhe premtuat që rastin do të fillonin nga fillimi për gjitha rastet që janë djegur. Viktimat në Koçan i vrau mos ndëshkimi i rasteve paraprake, viktimat në Koçan dhe spitalin modular i dogji korrupsioni. Mirë po të rasti jonë askush nuk u dënua. 0 paraburgime, 0 dënime. Sot të dashurit tonë nuk mund t'i ktheni, por ne kërkojmë drejtësi jo selektive. A ka dështim dhe turp më të madh për një shtet që aspiron vlera perëndimore kurse sistemin e ka të qelbur gjithandej? Shkoi Oveski, erdhi Koçevski. Kërkojmë urgjentisht nga Prokuroria Publike Shtetërore, Lupço Koçevski, nga Tetova të nis hetimi dhe të dënohen fajtorët e vërtet. Ata që shëtitin në për Dubai, jo rasti të zvaritet pa epilog, siç po ndodh në gjykatën e Titovës. Ngushëllime për gjithë viktimat. Ju falpengoje në vete. Si të donë. Po. Pocztywany građani mediumi. За жал, повторно дойдовме на исто место, за да ја бариме правдата. Кој никако да дојде. Минат години, а никој не беше казнен. Дали требаше да се случи трагедијата во Кочани, за да се уверите дека овој систем пропадна? Овој ист систем ни ги уби 14 најблиски во модуларната болница. А никој подобро од нас не знае како се чувствуваат семејствата на жртвите во Кочани, кои го изгубите своите најмили. Тие изгораат, а нам душата секојдневно ни гори, бидејќи сме со повеќе уверени дека истите овие трагедии не се случи на последните 4 години, имат нешто заедничко, корупција кој го уби. Јавно го прашувам Венко Филипче, колку чини животот на мајка ми? Јавно го прашувам Коце Анđушев, колку милиони евра вредат нашите 14 најблиски, кои беат живи изгорени. Премиерот Мицковски, вие мо посетивте дома за да ме издадете со чувство и ми ветивте дека случаите во модуларната болница ќе се расчисти. Дали требаше да изгорат уште 59 граѓани за конечно нешто да се превземете?
Жертвите во Кочани ги уби неказивноста на предходните случаи. Жертвите во Кочани и во модулната болница ги изгори корупцијата, ама во нашиот случај никој не беше казнен. Ниту еден притвор, ниту една казна. Денес, нашите најблиски не можат да не ги вратат, но ние од вас бараме правда, неселективна правда. Постои ли поголем неуспех и срам за една држава кој тежне, кој западна вредности, а системот смрди од сите страни? Замина Јовевски, дојде Коцевски. Барам итно од државниот јавен обвинител Љупче Коцевски од Тетово да започне истрага и да бидат казнит главните виновници. Тие што шетат во Дубај, а не случајот да се влезе без епилог, како што се случува во судот во Тетово. Благодарам. Mundet? Mbi 100 viktima brenda 6 viteve të fundit. Kjo është një bilans i frikshëm i cili po i prek vetëm njerëzit të cilët kanë ndjenja. Dhe kjo shifër e keqe asesi nuk po i prek ata të cilët nuk po i prek dot as ligji. Durmoturs, Spitali Modular, Besa Trans dhe së fundmi Puls Koçani janë ajo që qeveria e tanishme dhe para tyre i ka servuar popullit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Askund në botë, vrasësit nuk lëvizin të lirë ashtu siç lëvizin tek ne. Absurditet kush po na udhëheq. Para zgjedhjeve dhe para marrjes së pushtetit, të gjithë shtireni engjuj, ndërsa më pas jeni djaj të cilët orkestroni ferit. Ju jeni njerëz të cilët Zot e keni paran, ndërsa praktika juaj fetare dhe morale është korrupsioni, me të cilin ne dogjet shpirtin qindra familjarve dhe miliona banorëve të këtij shteti. Jeni njerëz të cilëve jeta e kriminalëve të gjallë ju peshon më shumë se jetët e shuara të njerëzve të pafajshëm. Jeni njerëz të cilin shpëtimin e kriminalëve të gjallë dhe shpëtimin e tyre nga burgu dhe përgjegjësia e keni më shumë të ju peshon më shumë se sa ngushlimi që do jepnit familjarve dhe popullit të Maqedonisë duke i dënuar po të njëjtit me dënimet e duhura, edhe pse për ta asnjë dënim nuk është i mjaftueshëm. Për fat të keq, nga tragjedia në tragjedi ne kemi vetëm një progres. Progresi vetëm është numri i viktimave i cili vazhdon dhe rritet. Gjithçka tjetër është regres. I panderuar kryeministër, nga hëna duket shumë qartë sepse ju po nxjerrni mllefin dhe egon tuaj politike ndaj kundërshtarëve tuaj dhe këtë e bëni për dy arsye. E para për të hequr fajin nga ju dhe t'ja hedhni tyre, dhe e dyta për të shpëtuar vetveten. Ndoshta ju do shpëtoni, si shpëtuan edhe ata para jush. Mirë po ju shumë mirë e dini atë që ka ndjeni brenda. Ju atë nuk mund ta fshehni. Juve ju dalin në ëndër viktimat. Juve ju dalin në ëndër familjarët e viktimave. Po ju kurse të zgjoheni nga gjumi dhe të dërhiqeni bashkë me orkestruesit e tragjedive dhe t'i dilni balë gjykimit e jo të luani rolin e gjyqtarit. Për fat të keq, duke mësuar nga rastet e kaluara, frigohemi se edhe ky rast do të përfundoj si rastet e tjera, ku fajtorët do të shpallen të vdekurit dhe më të doptit, e asesi të fortit tuaj apo ju. Por një gjë është shumë e sigurt, se një ditë do dalim të gjithë para Zotit, dhe atëherë nuk do t'ju shpëton korrupsioni dhe llogaria do të hipet. Mund të më qenë ishtash? Ta ngjynë ato tjera që kuzos. Hajde, nice. Nice. Veç partita? Po. Mundet? Mundet? Po. Të nderuar qytetar, sot protestojmë së bashku kundër padrejtësive, kundër institucioneve që kanë tradhtuar qytetarin, kundër një sistemi që na ka dështuar dhe po na vret çdo ditë. Kjo është një shkatrim moral dhe funksional i shtetit
ndërtuar mbi korrupsion dhe pandëshkueshmëri. Dhe për këtë ne nuk do të heshtim. Zero heshtje dhe tolerancë kundër zinxhirit vrasës të padrejtësisë. Korrupsioni, paaftësia dhe neglizhenca politike janë pengesat kryesore që minojnë besimin e qytetarëve, pengojnë zhvillimin e shoqërisë dhe dëmtojnë themelet e një shteti ligjor e të drejtë. Dhe më shumë se kur sot kemi nevojë për zbardhje të rasteve, ndëshkim të fajtorëve dhe vendosjen e drejtësisë për të parandaluar përsëritjen e veprimeve që po na vrasin. Ne duam institucione përgjithëse e funksionale. Ne duam drejtësi pa dallavere. Drejtësi që fajtorët i kanë në burg e jo në pozita shtetërore. Ne duam drejtësi që nuk blehet e që nuk shitet. Drejtësi ku askush nuk është mbi ligjin dhe ligjin që është mbi pushtetin. Ne duam drejtësi për gjithë dhe një shtet me zero tolerancë për të padrejtën. Sot më shumë se kur është nevoja për pastrim dhe ristartim të sistemit. Është koha për zero tolerancë ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar nga autoritarët e qeverisë dhe nga sundimtarët e gjykatësve. Sepse gjithçka duhet të fillojë nga zero. Andaj kërkojmë që për spitalin modular, Prokuria për ndjekje të krimit dhe korrupsionit të nxjerrë nga sirtari hetimin për shkaktarin e djegjes së spitalit modular dhe të ngritet aktakus për fajtorët kryesor në këtë rast. Njëkohësisht kërkojmë krijimin e një ekipi të pavarur që do të hetojë të gjithë ata që kanë zvaritur këtë lëndë qëllimisht. Përfshirë këtu edhe prokurorët publik. Gjykimi aktual për këtë lëndë të zhvillohet pa ndikim politik e biznesor të oligarkëve. Për rastin në Koçan kërkojmë hetim të pavarur dhe përfshirje të ekspertëve të jashtëm për të garantuar hetim të paanshëm për këtë rast. Të nxjerren para drejtësisë të gjithë ata që me veprim ose mos veprim kanë lejuar funksionimin e kundërligjshëm të diskotekës Puls nga viti 2013. Për Laskarcën kërkojmë që gjykata e apelit të kthejë lëndën në rigjykim dhe të i merr parasysh ankesat e prokurorisë publike për dënime më të larta për të akuzuarit, ndërsa pronarëve të Durmoturës të ju ndalohet ushtrimit i kësaj veprimtarie. Për post të akuzuarve aktual, para drejtësisë të dalin edhe të gjithë personat zyrtar që në atë kohë kanë lejuar qarkullimin e këtyre autobusëve pa i kryer kontrole teknike. Për Besa Trans, kërkojmë që gjykata penale të shqiptojë dënime më të larta për të akuzuarit aktual në këtë rast, pasi lënda është kryer në rigjykim. Për post kësaj, kërkojmë që para drejtësisë të dalin të gjithë zyrtarët publik që aso kohë kanë lejuar që autobusi mbi 20 herë të kaloj kufirin e maqenisë së Veriut me certifikat të rreshme për transport ndërkombëtar, ndërsa pronarit të ndalohet ushtrimi i veprimtarisë për transport të udhëtarëve. Faleminderit.